Dhe ka dhe një arsye ekonomike pse të pasurit duhen tatu më shumë. Se të pasurit konsumojnë më pak. Pra kur ti ka një limit se sa mund të hash, ka një limit se sa mund të blesh. Dhe nëse ne i ulim taksat për shtresën e mesme, çfarë do bëjnë ata? Nuk do t'i depozitojnë para, ti i shpenzojnë. Për shembull, në Shqipëri shkon gati 45% e të ardhurave mujore shkojnë për bukë, pra për ushqime. Nuk ka asnjë oligark që ha 50% të ardhurave ushqime. Se si ha dot. Nuk mund të hash 500.000 euro në muaj ushqime. Çado që të hash. Atëherë ç'a ndodh? Dal nga dal, ekonomia vjen duke rrudhur, sepse nëse parat përqendrohen në disa duar dhe ata nuk arrin dot ti shpenzojnë, blien më pak produkte dhe më pak shërbime. Ndërkohë ata që janë më të varfër nuk kanë mundësi të blejnë se s'kan para, ky ka para po s'ka aq nevoja dhe dal nga dal ekonomia vjen duke u zvogluar. Prandaj duhet të incentivohen ata që janë le të themi shtresë mesme dhe të varfrit që të shpenzojnë më shumë dhe që ata të shpenzojnë më shumë do duhet marrin më shumë në mënyrë që të blihen më shumë produkte, më shumë shërbime, dikush që ka hapi biznes shikoj që është rrit kërkesa, do prodhoj më shumë, do punsoj më shumë njerëz dhe në përgjithësi ekonomia zgjerohet. Pra edhe nga pikpamja ekonomike, edhe si kapitalist po ta shohësh, është me interes që sistemi taksimi, pra këto para që na duhen për shërbimin publike, kryesisht të vinë nga më të pasurit, të cilët për hir të vërtetës nuk i vret ajo. Kanë mjaftueshëm para. Domethënë do ishte më mirë nëse do të ulnim taksat për të shtresën e mesme dhe të ulët se sa të ngrinim për biznesin, apo. Shikoj, Britania është vend kapitalist. Deri në 13.000 pound në vit ti paguan 0 taksa. Pse? Sepse harxhon më shumë para të rrish ti kontrollosh ta njerëz dhe ti mbledhësh dhe nga ana tjetër me 1.000 pound në muaj ti do t'i shpenzosh të gjitha, s'të ngelet asnjë lek mjan. Pra ajo është gjithë lek aktiv në qarkullim në shoqëri. Do paguash një qira, do blesh një shërbim, do blesh një produkt. Kështu ja do mbetet në ekonomi. Dhe fillon dhe do takson kur ti je shumë më i pasur. Jam i bindur për këtë, sepse nga diku do vinë lekët. E mira do ishte që asi mos pagunte as taksa asnjë gjë dhe gjithë shijonin produktet e punës vet, sepse ai i pasur dhe ai ka fituar, ka punu.